Urime festa 28 nëntorit, datë e veçantë, datë e cila na bashkon gjithë shqiptarëve nga Leposaviqi deri në Vlorë dhe datë që duhet ta përcjellim të gjithë gjeneratat që kjo datë bashkon edhe faktikisht ndalja e UÇK-s, ditëlindja e Adem Jasharit dhe këto data duhet patjetër të përcjellim të gjeneratat e ardhshme që janë data historike, t'ja ngullim, domethënë fëmijëve tanë në vetdijen e tyre se sa e rëndësishme është të përçojmë mesazhe se sa duhet atë dheu dhe sa duhet të kontribuojmë për atë dheun. Urime gjithë shqiptarëve kudo që janë 28 nëntori. Fatkeqësisht të bashkuar jemi, po duhet jemi gjithë një. Një për të gjithë, gjithë për një. Uroj që festa 28 nëntorit jetë edhe një mesazh për bashkimin e gjithë shqiptarëve në trojet tona. Pasi shqiptarët duhet me bashku patjetër. Se sa për mi urue, lavdjukov të gjithë këtyne dëshmorëve këto, të gjithë teranët e tjerë, inshallah Allah i në shpërblen me këta dëshmorë, e na i na inshallah të bashku. Tjetër, s'disha me thonë veç, sa në më mirë që më konë të bashku të gjithë shqiptarë për ditën e sotit, edhe me 5, 6 dhe 7 mars nuk ka.